Mirëmbrëma të gjithë, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në një paralel të ri në një mbrëmje të re, ashtu sikur se zakonisht, nga e marta deri të premten, pak pas orës 18:30 minuta, pa haruar të takimin e ditës së hënë profile pak pas orës 16:30 minuta. Në fakt është folur pafundësisht shumë, është folur nga rrjetet të ndryshme të cilat mbrojnë, po themi, të drejtat e grave dhe nxisin rritjen e numrit të tyre në politikë dhe në vendimarrje. Nuk është më vetëm çështje nxitjeje, po duket sikur po bëhet një lloj realiteti në këtë moment që ne po flasim, pikërisht për këtë do të flasim sot. Me ne në studio është Silva Caka, deputete e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Mbrëma, mirë se erdhët, ju falenderoj që jeni këtu. Është kënaqësi. Në të djathtën time, në të majtën tuaj, me Edlira Çepanin kemi folur që në kohën e 30% të kuotave të përfaqësimit. Mbrëma, mirë se erdhe. Mbrëma, mirë se u gjeta. Në cilësinë e aktivistes shoqërisë civile. Përshëndetje, falenderoj që je këtu. Erin Beko nuk vjen më për çështje që lidhen me punësimin drejt për drejt, por edhe për shkak se akademikisht është përpjekur që ta ndërtojë një lëndë për sa i përket menaxhimit të fushatave, po edhe ka menaxhuar fushata vet. Mbrëma, mirë se erdhët, ju falenderoj. Faleminderit. Ke menaxhuar edhe Do menaxhojmë. Kam përshtypjen që je futur punës edhe ti ndërkohë për fushatën që po nis tani edhe zyrtarisht. Flogert Muça, gjithashtu menaxher fushatash elektorale, mbrëma, mirë se erdhët, ju falenderoj. Helena Halilaj, poete. Faleminderit. Nuk është kaq larg pjesës së menaxhimit të fushatave, sidomos të kësaj që po vjen pas pak, po duket sikur menaxhimi i fushatave konsiderohet si një punë me kohë të pjesshme për ata që bëjnë profesione të tjera. Do ta nis me Silvën për një arsye shumë të thjeshtë. Kush të mbështetet ty, Silva, burrat apo gratë? Për të qenë deputete sot. Të dyja palët. Të dyja palët. Absolutisht, të dyja palët. Unë kam gjetur mbështetje si fillim në karriera ime, të paktën ka nisur në forumin e gruas së Lëvizjes Socialiste për Integrim, pra në lëvizjen e gruas për integrim, dhe sigurisht mbështetja më e madhe ka filluar nga gratë. Mund duket e çuditshme, ndoshta edhe deri diku ironike, po sinqerisht mbështetja më e madhe ka qenë nga forumi i gruas në Lëvizjen Socialiste për Integrim. Pastaj sigurisht ka patur edhe burrat me të cilët unë kam bashkëpunuar gjatë kësaj kohe dhe kam patur një bashkëpunim shumë të mirë dhe sigurisht edhe mbështetja e tyre ka qenë maksimale. Ndërsa në rast se e te kaloj pastaj këtë pjesën partijake, mund të them që nga familja ime më kam mbështetur më shumë burrat se sa gratë. Ashtu. Do me thënë, sado që ne përpiqemi të krijojmë bashkëpunim, po themi, midis grave dhe burrave, duket sikur ne nuk kemi ankesa nga burrat e rinj, po duket sikur gratë kemi pak me problem për të na mbështetur, edhe krijohet një lloj lufte brenda të njëjtit lloji që duket si më e rrezikshme për ta fituar se sa me gjinin tjetër. Tani sigurisht shpresoj ta ke përdorur mirë termin gjini, se tani më ngordhi Edlira nëse përdor kështu dallime gjinore. Fal, seksin tjetër. Mirë ishte, mirë. Mirë ishte. Sigurisht që praktikisht shoqëria sot ka arritur një lloj standardi që nga pikpamja teorike të gjithë themri që femra duhet të jenë patjetër politik, femra duhet të jenë patjetër në vendimarrje, femra duhet të jenë patjetër në qeverisje. Së fundmi është iniciativa e kryeministit, i cili sapo ka shpallur që nga koalicioni i majt 50% e kandidatëve për këshilla bashkiake do jenë femra. Dhe sigurisht ne nuk jemi më në ato stadet ku sapo ka filluar historia e tranzicionit dhe ne nuk dim ku jemi. Jo, ne dim sot ku jemi dhe dim shumë mirë se sa rrugë të vështirë kemi para. Kështu që nga pikpamja teorike jemi jashtëzakonisht shumë rregull. Çfarë ndodh në pikpamjen praktike? Për ne të cilët merrem me njerëz dhe të cilët merrem me fushata. Unë ndjek çik më shumë fushatën në terren. Flogerti është maestro i fushatës online dhe të dy pak a shumë kemi një lloj ekspozeje. Unë praktikisht ku më the se cili është mendimi yt mes përqindjes edhe jo përqindjes, po të arrir vet, të thash që unë kam mendim të tretë. Domethënë mes opsionit A dhe opsionit B, unë zgjedh opsionin C. Politika është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme dhe është instrumenti më i mirë ku femrat mund të promovohen, ku femrat mund të marrin vendime. Por përveç një koalicioni që është i vetmi koalicion ndërpartijak dhe deputeta mund na i sqarojnë mirë se unë ku janë bashkuar një grup femrash, unë nuk është se shikoj nga femra sot një luftë të vërtet brenda partisë, për shembull, brenda një partie të caktuar për të rritur kotat e femrave. Gjithë secili mund të kundërshtojë këtu dhe thotë jo, është një iniciativë. Iniciativat janë sporadike. Unë po them ajo lufta pozitive e brendshme që të promovojnë femrat. Në momentin që një femër merr një pozicion të caktuar politik, unë nga eksperienca ime shoh që ka një tregje në raport me gjinën e saj, më fal për fjalën gjini. Jo, më e kemi rregull, e tham. Dhe fillojnë ndërtojnë atë profilin e tyre personal politik. Kështu që mendimi im është që janë dy elemente jashtëzakonisht shumë të lidhura. Fuqizimi ekonomik me fuqizimin në vendimarrje që vjen me anë politikës. Dhe
Fuqizimi ekonomik vjen vetëm nga një faktor. Ti kur prezantove se nuk do flasim punësim, por nuk mund të rrim pa folur për punësimin, sepse nëse femra nuk punësohet, nuk fuqizohet ekonomikisht. Nëse nuk fuqizohet ekonomikisht, është gjithmonë në tutelën detyruese të burit. Nëse është në tutelën detyruese të burit, absolutisht që nuk mund të ketë mundësi që të përfaqësohet dhe të marrë vendime. Ndaj, sot ekspozeja është teorikisht shumë e mirë. 47% kërkojnë punë meshkujt dhe 53% kërkojnë punë femrat. Praktikisht vetëm 6% më shumë kërkojnë femrat dhe po ta shkojmë tregun është disi i balancuar nga pikpamja teorike. Çfarë ndodh terren në atë çka unë shkoj për ditë në të gjitha bizneset. 1 në 17 biznese sot drejtohet nga një femër. Ky është problemi. Nuk është problemi që ne sot kemi njësoj si të pa punë burra, si të pa punë gra. Nëse ty në një biznes caktuar punojnë 200 gra, por ekonomisti është mashkull, psikologu është mashkull, pronari është gjithmonë ai karakteri mashkull, që është ai burri gjithmonë atë barkun e madh dhe mustaqe. Kështu që unë mendoj se për sa kohë ne nuk kemi një femër të fuqizuar ekonomikisht, por e kemi lënë atje dhe në 17 biznese e drejton vetëm një femër dhe 16 pusallarët e tjerë janë burra, këtu për mua fillon problemi dhe hajde të diskutojmë tërditën. Se mora pak më shumë kohë, po. Jo, nuk ka problem se kemi gjithë kohën e mundshme në dispozicion, po këtu po themi në një farë mënyrë ke dalë edhe pak të ca gjëra që unë pretendoj se i njoh. Elvira Kush, cilët nuk e lën një grua të rritet brenda vendit të saj të punës dhe të marrë poste drejtuese? Ka shumë arsye. Unë do të thoya që lufta mes së njëjtës gjini, pra mes grave, do të thoya që në një farë mënyrë është krijuar si një mit. Nuk është se ekziston, po ekziston edhe lufta mes gjinis tjetër, pra mes meshkujve njëri me tjetrin. Është zmadhuar pak më tepër se ç'është. Edhe kjo ka krijuar edhe pengesë edhe në vetë mentalitetin e grave që duan t'ja dalin. Okay? Ne kemi gra dhe vajza të cilat janë në pozicione vendimarrëse, kemi gra dhe vajza të cilat janë në pozicione ashtu si Silva deputete dhe së fundmi janë bashkuar të gjitha bashkë dhe kanë marrë një nisëm për të tjera gra dhe vajza për të rritur përqindja e grave dhe vajza në parlament, në strukturat vendimarrëse lokale dhe në përfaqësimin edhe në sistemin mazhoritar në zgjedhjet lokale. Kështu që kjo tregon që gratë luftojnë për gratë. Shoqëria civile, të gjitha shoqatat që janë edhe që punojnë për drejtat e grave dhe që luftojnë për këtë gjë, ka 20 vjet që punojnë për këtë gjë, nuk kanë filluar punën sot. Kështu që edhe pjesa më e madhe për tyre janë gra që punojnë për gratë tjera. Dhe ka edhe shumë mbështetje patjetër edhe nga burrat dhe nga djemt, por kjo është një pjesë që ende mungon dhe duhet ka më tepër punë. Do të thoya që disa nga pengesat kryesore, qoftë për fuqizimin politik, qoftë për fuqizimin ekonomik, që ashtu si tha Rindi është shumë i rëndësishëm, qoftë edhe për fuqizimet edhe në pjesën e shoqërisë, edhe në familje. Të vendit që ka. Të vendit që ka edhe në familje, të drejtave të saj si të konsideruara si drejtat njerëzit, janë rreth par mentaliteti. Ne ende sot në vitin 2015 flasim për një mentalitet i cili është i prepambetur për sa i përket të drejtave të barabarta kundrejt dy gjinive. Okay? Kemi më shumë të drejta në shoqërinë tonë për burrat dhe djemt, se sa për gratë dhe vajzat. Në letër, padyshim që i kemi sankcionuar njësoj, por në realitet funksionon shumë ndryshe. Kemi gratë dhe vajzat cilat nuk lejohen të arsimohen, ose kemi gratë dhe vajzat cilat mbushin bankat e shkollave deri në universitet dhe më pas kur hyet patjetër edhe me rezultate përgjithsisht më të mira në bazë të statistikave. Më pas, kur hyet në tregun e punës, integrimi i tyre në tregun e punës bëhet më i vështirë, sepse edhe tregu i punës është një shfaqje e mentalitetit të përgjithshëm të shoqërisë. Kështu që unë do të thoya që pengesa kryesore është ky mentalitet, i cili është, unë do të thoya, për vitin 2015 tërësisht dhe çuditërisht i prepambetur. Ne nuk dallohemi si një popull i prepambetur, jemi shumë avangard në shumë gjëra të tjera. Në pjesën e pozicionit e barazisë gjinore, jemi si në familje, neve fillojmë jetën tonë me një urim me një djalë, neve fillojmë jetën tonë me një detyrim që gruaja duhet i bashkohet familjes së bashkëshortit edhe me gjëra të vogla fare, i bashkohet direkt në një martesë gruaja familjes së bashkëshortit. Nuk krijohet një nuklei, një bërthame e re familjare. Të dy të dalin nga shtëpia e origjinës për të ndërtuar një shtëpi të re. Pra edhe njëri dhe tjetri të dalin. Ka stereotipet me cilat ne rrisim fëmijët tanë.
kjo është blu, kjo është roz, kjo kukla është për ty, hekuri është për ty, kurse makina është për ty sepse e çun, hekuri, guzhina, kukla janë për vajzën sepse është vajzë. Të gjitha këto janë stereotipe që çojnë në mentalitetet gabuar dhe çojnë në një zhvillim të gabuar të psikologjisë së barazisë gjinore. Na absolutisht kur flasim për barazisë gjinore, ne nuk themi që jemi të barabartë, pra që jemi njësoj. Ne jemi të ndryshëm, edhe fizikisht, edhe psikologjikisht dhe naturalisht, por të drejtat si qytetar duhet i kemi të barabarta. Dhe për sa i përket politikës, politika duhet jetë një institucion përfaqësues i popullatës. Kur populata për të bëhet afërsisht 50-50, ashtu duhet jetë edhe politika. Nuk është se po kërkohet diçka më shumë se sa që i takon grave. Sepse shpeshherë për lëvizjen për më shumë gra në politik, jepet ideja që gratë po kërkojnë çik më tepër se çu takon, e tani po kërkojnë shumë dhe ja t'ja u japim këtë apo kjo kur bëhet fjalë për kuotat, kjo thotë. Kjo ndodh. Peshorja anon nga gratë në popullat. Ju dam 20%, ju dam 30%, ju dam kështu. Nuk ja u jep njeri grave dhe vajzave. E kanë të drejtë sepse politika duhet jetë përfaqësuese e popullatës. Po, ta shtosh të lutem, ta shtoj, ta plotësoj dhe pastaj edhe të bëjmë edhe pak kundërshtime mes njëri tjetrit. Sepse më ngacmoj tek tregu i punës. Sot kemi një paradoksalitet jashtëzakonisht shumë madh në tregun e punës për sa i përket qasjes femrave. Nga studimet tona rezulton që të graveve. Nuk duhet përdorim femra, të graveve. Gjërësisht korrekt. Të grave dhe vajzave. Grave dhe vajzave. Okej. Femra është një koncept biologjik. Okej, të grave dhe të vajzave. Nuk e kemi kompleks. Çfarë na rezulton sot? Grupi më i diskriminuar sot për të integruar në tregun e punës janë gratë mbi 45 vjeç. Dhe grupi më i thjeshtë për të integruar në një punë, çfarë do, janë vajzat 18 dhe 24 vjeç. Kështu që tregu i punës sot e ofron vajzat, nuk afron gratë, që është e mentalitetit. Suedia është një shembull jashtëzakonisht shumë pozitiv për sa i përket barazisë gjinore dhe me sa di edhe parlamenti është 50% femra, 50% meshkuj, 50% gra dhe 50% burra, meqense duhet të përdorim konceptin tjetër. Po çfarë ndodh tek mentaliteti? Kam qenë atje dhe kam njohur një vajzë 21 vjeç që ishte deputete i partisë caktuar politike dhe në mes të mandatit kishte dhënë mandat se nuk i pëlqente puna si deputete. A ndodh ndonjëherë në Shqipëri që një femër të jap dorë që nuk pëlqen puna si deputete? Absolutisht jo. Prandaj unë them që edhe në rastin e femrave, mashkullat diskutohet që jo. Edhe në rastin e femrave, kur integrohen në politikë apo në pozicione drejtuese, nuk më heqeni nga mendja, e kam nga eksperienca që predominon interesi personal përpara interesit për përfaqësuar një grup caktuar interesi. Patjetër për gratë, patjetër për burrat. Patjetër për burrat. Por në këtë rast janë gratë ato të cilat kërkojnë më shumë. Burrat nuk kërkojnë më shumë për veten. Prandaj janë gratë që duhet të jenë më afër njëra tjetrës. Grave s'ua ka përcaktuar njëri, as me 1%, as me 100%, as me 50%, çat kërkojnë, nuk kanë çat kërkojnë, se askush nuk i ka vendosur në këto pozitat e kërkesës. Nuk janë feministe, që të kuptohemi. Po burrat nuk kanë çat kërkojnë se nuk është se po i përjashton kush. Jo, burrat më shumë drejt mund të kërkojnë që mos ketë kuota dhe secili që është i aftë ty integrohet edhe politikën tek puna. Po ti se çfarë mund të kërkojnë burrat? Po burrat nuk kërkojnë se janë bërë mjaftueshëm shumë të zgjuar sa për të hapur rrugën grave, sepse kjo është një bashkëtesë siç ndërtohet familja me si mashkull, edhe një femër ashtu të ndërtohet edhe parlamenti dhe këshilli bashkiak. Kështu që sot femra ka të drejtë të kërkojë. Është një çik mentaliteti i burrave i cili ka lejuar ta. Tash që mos tregojmë un patriarkal, po patjetër sot ka meshkuj aq, burra aq, emancipuar sa janë të gatshëm që femrën ta marrin ta vënë 50%. Se ky shumë arrogante nga. Se jo nuk është fal arrogant, ky është realitet. Se janë burra sot që po thonë duhen 50% femra në Këshillin Bashkiak. Kryeministri doli e tha. Burrash. Pse e tha? Po si pse e tha? Po sepse ka arritur pra është emancipuar shoqëria deri në atë pikë sa ne minimalisht kërkojmë të gjithë sot. Dhe unë jam i pari që jam dakord. Unë punoj në dikasterin që drejtoj, kam 8 femra si mashkull. Jam njeriu më i lumtur në botë. Flokert, a ka rëndësi se çfarë gjinie ka bashkëpunëtori kudo, në parlament, në grup parlamentar, në bashkinë, këshill bashkiak, në shkollë, në drejtori, në universitet, çfarë rëndësi e ka? Do me thënë, a matet performanca e një individi, pse ai është burr apo pse ai është grua, apo pse ai është i Zotit dhe ajo është e zonja? Faleminderit se i ke rënë kokë. Do më thënë, ideja është që ka 2 shkolla, cilat janë të ndara. Për mua njëra shkollë, mendimi, bën autogol. Uroj të mos jetë shkolla, edhe pse po shoh që është shkolla këtu në fakt, e kolegës përballë. Ideja është këtu, janë disa që thonë që ne duam 30% ose 30 dhe lart. Janë ca të tjerë pastaj që thonë jo, nuk është nevoja fare që të vendoset ky kufi. Unë mbështes
pambarimisht të dytën. Por duat më shtes e rindin në një drejtim. Ne jemi një shoqëri që vim nga domethënë është problem social-kulturor, edhe shihet në dy rrafshe, social-kulturor edhe politik. Në rrafshin social-kulturor ne e dim që vim nga një shoqëri patriarkale. Ne këtu po bëjmë një debat në thonjza kot, gjerën këtë pikë, për sa kohë nuk kemi folë për disa fenomene tjera shumë më të rëndësishme. Ne po flasim për gratë që tani më kanë arritur ose po arrin suksesin, edhe po themi t'i vendosim të pjesa që janë vendimarrëse apo jo. Ndërkohë që unë them prit. Sot, në zonat rurale, ka mbi 50% atyre nxënësve që lënë klasën në klasë 8 që janë femra. Më falë, po, para se të shkojmë të pjesa e shifrave, duhet kërkojmë cilësinë. Është autogol të thuash që unë dua mbi 50%, ndërkohë që ajo që ti duhet kërkosh sot, është cilësia dhe të drejtë, më falë. Cilësinë e ke se Më falë. Unë do jepja... Se jemi 4-2 këtu, Më falë, unë do jepja jetën për lirinë e fjalës tuaj, por ma lini ta mbaroj edhe timen. Ideja është këtu, që paraprakisht ne duhet mendojmë diçka tjetër, që kjo shoqëri ka nevojë për të tjera gjëra pavarësisht numrave, sepse okej, i merrni 30%, I merrni. Prit pra ta mbaroj. I merr 30%, i marrin 30% gratë dhe femrat, më fal, po ju mbroj, ju betohem, I merrni 30% ju gratë dhe vajzat, por ajo që ndodh është që I gëzofshi 30% se nuk ju pyet njeri. Okej, hajde I fusim në parti, të fundit në listë. Po është fakt. Është mendim Në 20, më fal, ty jap statistika që nuk janë mendime të mia. Në 25 vjet pluralizëm në Shqipëri, viti 90 është 22% mos gaboj, se e pash para se të vija këtu, përfaqësi femra. Nga ai vit, gjerë në vitin 2010, ishte nga 5.2 te 7.1. Sot është 16.8%. Në parlament? Në parlament. E ke shumë gabim. Më falë, se ishte në vitin 16.8 në vitin 2010. Ndjes. Pra deri në 2010, pra kështu e thatë. Po, se e thash gjerë tani unë dhe janë shumë vëmësh. Konkretisht në vitin 2006 ka qenë rreth 6%, në vitin 2009, që ka do të thotë fill mbas implementimit të kuotave gjinore të para që janë miratuar në vitin 2008, në ndryshimin e kodit zgjedhor në vitin 2008, ka shkuar më shumë se dyfishi rreth 16.4%. Në 2014, në këto... Sot që flasë? Edhe ditën e sotme, duke marrë parasysh respektimin, le të themi, relativ të kriterëve të kodit zgjedhor dhe njëkohësisht diferencimin e mandatit ekzekutiv nga ai legjislativ, pra bërjen e ministrave dhe lënien e mandatit deputetit, jemi 20.7%. Dhe praktikisht me vendet e rajonit, nuk është se kemi në një diferencë shumë të madhe përveç se me Kosovën, e cila ka 30% dhe është një shembull shumë I mirë, jo vetëm për shkak përqindje, Edlira mund të më ndihmojë, ka një solidaritet të jashtëzakonshëm me njëra tjetrën. Por, gjithsesi, me vendet e rajonit nuk është se kemi në një diferencë shumë të madhe. Flasim gjithmonë me vendet e rajonit. Njëkohësisht do doja të më falësh, do doja të cila në vëmendje. Unë kam qenë pjesë edhe e disa trajnimeve ose le të themi disa vizitave studimore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe pavarësisht se ata kanë një tjetër sistem nga joni, pra kotat gjinore ata nuk I preferojnë, po preferojnë meritokracinë, dhe gjithmonë vendosen kandidat përballë njëri tjetrit, dhe nuk diskutohet ndonjëherë nëse dhe sinqerisht të më falë Sherin se thash I parë është arrogante ajo që the, po... Jam arrogant nga tyra, nuk më bërë fare kështu... Okej. Domethënë, ideja është kjo, Kozeta, që nuk mund të pretendojmë që pavarësisht se kemi këtë... Ky është problemi më I madh, që mentaliteti ekziston që vërtet ne do vendosim disa kuota, po kush na tha ne që këto gra dhe vajza janë cilësore, janë intelektuale... Më falë një sekond, po pse ky 70% që I burrave duhet jetë patjetër jo cilësor? Nuk e mbarova dhe premtova që jam krajush. Atëherë, ideja është që gjithë grave dhe vajzave, pikës pari eja t'ju japim mundësinë që të arsimohen. Po ne folëm dhe thamë që arsimi është në një standard shumë të lartë. Në auditorët e universitetit ka më shumë vajza. Më falë, të kryon, unë sapo ju thash që në vitin 2013, mbi 50% e atyre që braktisnin shkollën ishin femra dhe arsyet besoj se kolegja e shoqërisë civile I di shumë më mirë se unë. Kjo duhet përbëj arsye për të mos I rritur kuotat? Më falë, kjo nuk duhet përbëj arsye për të mos rritur kuotat, por ne duhet hedhim sy drejt shoqërisë për ta zhvilluar në këtë drejtim.
qeveria duhet ndërmarri, për mendimin tim, disa masa lehtësuese është dhe rindi këtu, të diskriminim pozitiv le ta quajmë, që femrat le të kenë disa përparësi në sipërmarrje, diskriminim pozitiv, që është ajo që thotë Erindi. Në qoftë se nuk rritën që të kenë një farë mëvetësie, nuk mundet kursësi që pastaj të ngjiten lart. Po s'është vetëm pjesa ekonomike. Dhe diçka të fundit që doja të thoja, partitë politike kur të vendosin femrat, nuk duhet i vendosin gratë dhe vajzat, nuk duhet i vendosin thjesht për të bërë 30% për të plotësuar një numër që e kanë në ligj atje, jo, por duhet të kenë 2 kritere, shumë të forta. E para, femrat të ketë mbështetje, dhe e dyta, femrat të ketë edukim. Vetëm kështu, ajo grua dhe vajzë, më falë, ta mbaroj, është mendimi im, mund ta kundërshtoni me argument, vetëm kështu mendoj unë, se gratë dhe vajzat do të mund të përfaqësojnë vërtet interesin e grave dhe vajzave dhe gjithë shoqërisë. Unë njoh me 10 gra, si kundër dhe 10 burra, që janë shumë të mirë se sa ato që janë sot në parlament, që janë shumë të mirë se sa ata që drejtojnë sot, gra dhe burra. Shumë më të mirë se sa ata që janë sot. Qoftë aty, qoftë në strukturat të tjera drejtuese. Me që ishim të pjesë e cilësisë. Po, Silva. Të lutem, sot në parlament, nëse e merr mundimin të marrësh të gjitha CV-t e grave dhe të vajzave, do të shikosh që gjitha kanë studime të shkëlqyera në universitetet më të mira, ndoshta jashtë Shqipërisë, por edhe në Universitetin e Tiranës. Ndërkohë që nëse shef CV-t e burrave, do gjesh sa universitetet pa dëgjuara ndonjëherë. Dhe kur flas për të universitetet pa dëgjuara, besoj se e kupton shumë mirë se ku e kam fjalën, dhe njëkohësisht do thosh edhe këtë që kam përshtypjen që kur në momentin që thej që partitë politike nuk duhet të shohin vetëm si numra, po dhe si cilësi, unë po të them edhe këtë tjetrën që sot në parlament nuk ke as edhe një vajzë apo as edhe një grua, dhe po të kujtoj që më e reja e parlamentit është vetëm 22 vjeç, që nuk ka dalë dhe ka mbrojtur qoftë një interes, që nuk ka folur njëherë në komision, që nuk ka qenë njëherë në zonën e saj elektorale, ose nuk ka mbajtur njëherë fjalim, ndërkohë që unë ka shumë kolegë të cilëve nuk ja u di emrin. Më vjen keq që e them këtë, po sinqerisht ka burra kolegë të cilëve nuk ja u di emrin, nuk e kam dëgjuar kur të flasin foltore në parlamentit, nuk e kam dëgjuar kur të mbrojnë një interes, ndërkohë që gratë e bëjnë të gjitha këtë. Nuk ka grua që vegjeton sot në parlament. Burra ke sa të duash. Kush jemi ne, kushdo qofshim, që të ngrihemi dhe të themi gratë dhe vajzat do kenë 40%. Jo, jo. A jemi njerëz thjesht të ndryshëm nga ana fiziologjike. Atëherë pse ne duhet ngrihemi dhe ta trajtojmë domethënë sikur juve jeni qenie komplet ndryshe nga ne që vinin nga një planet tjetër? Mund të them diçka se më disa gjëra. Se unë tani dhe i harroj se kur flasim, prandaj të ndërhyrë pas herë ndjes, nuk e bëj po edhe për ta bërë pak debat. Se pastaj harroj dhe unë, kur e zgjasë shumë harroj dhe unë, ku e kishit pikat diskutive. Duke harruar suksesin. Ideja është kjo. Kur flasim për kuotat, nuk nënkuptojmë një mekanizëm i cili duhet jetë i përhershëm. Kuotat vendosen në të gjitha shtetet në cilat janë vendosur, vendosen si një mekanizëm artificial i përkohshëm sa për të rregulluar balancat, për të luftuar mentalitetin dhe situatën aktuale. Ne kemi parë, nga eksperienca jonë 25 vjeçare e demokracisë, kemi parë që partitë politike nuk e kanë vullnetin për të dhënë barazi grave dhe vajzave për sa i përket kandidimit të tyre. Ju që jeni menaxher fushatas do ta dini shumë mirë. Kjo s'është vetëm çështje mentaliteti, më fal, se ka edhe vende të cilët nuk e kanë pjesën e mentalitetit dhe vazhdojnë plotësimin e kuotave. Pjesa e drejtave të grave është një problem global. Është një problem shumë i rëndësishëm, pjesa e akademike, e tha deputetja, dhe flasim për deputet të cilët në prapavinë e tyre, domethënë kanë shumë probleme tjera përpos mungesës akademizmit e para. Pastaj Erindi thotë që duhet të kesh suport ekonomik. Në radhë parë duhet të kesh suport edhe të jesh intelektual që të shkosh atje në parlament, dhe sot në parlamentin shqiptar nuk është çështja e 70% dhe thotë. Jo, ideja pavarësia ekonomike, më fal, për çfarë i duhet një femër një biznes apo ku diun, pse u dash ka një biznes që një femër të bëhet deputete? Mi duhet një punë, duhet puna është tjetër gjë. Pastaj do shkosh në fushatë, do shpenzosh pafund e tjerë që ne e dim, me thonë. Dhe ti ke pjesën më të madhe deputetëve shqiptarë të cilët kanë një lidhje me biznese tjerë që tani mos flasim sikur ne
të marrim një parlament tjetër për ta moderuar, kam përshtypjen që rindjen e ke shkuptove, nuk ishte tek biznesi, ishte tek pjesa që të mos i thush pavarësisht se kuptoj, ka dalë në mod një buskuq i ri, më jep 2000 lekë ti ta blej. Ajo është tjetër gjë, ajo është tjetër. Ne nuk po flasim për ato tema, është tjetër gjë. Ne hapëm pak çështjen dhe po flasim për gruan përgjithsisht. Në fakt tema është gruan politik dhe prandaj ne u futëm drejtën vendimare. Po më fal, nuk mund shkojmë te gruaja në politik nëse nuk e shohim. Till kemi temën, kupton? Pastaj kuptohet që është ne prandaj u futëm direkt. Po të thoja për kuotat. Kuota është një mekanizëm artificial i cili është i përkohshëm. E vendosin në rastet kur duket që partitë politike nuk e kanë vullnetin e mjaftueshëm për t'i dhënë barazi kandidatëve të gjinive të ndryshme. Ne këtë gjë e kemi parë kur nuk e kishim kuotat, e kemi parë kur ishin kuotat të paqarta, pra vendosja e tyre sepse u vu vërtet një 30%, por u vun gjithë gratë në fund listës, pra u duk që vullneti nuk ishte i tillë për t'i patur ato fituese, dhe siç po thoja, ju që jeni menaxher fushatës, e dini shumë mirë që sistemi që ne kemi sot, sistem proporcional me lista të mbyllura, nuk lejon as burrat dhe as gratë të dalin me meritokraci. Lejon një listë të caktuar të mbyllur, e cila ka x emra dhe del nga i pari deri te i 17, varet nga numri i deputetëve, okay? Nëse lista do ishte si në rastin e sistemit suedis për shembull, që vërtet është me një listë partijake, po kush merr më shumë vota, edhe po të jetë në fund listës kalon i pari, aty ne do ta shinim video numër. Aty ne do ta shinim se sa shumë votojnë gratë dhe vajzat. Në bazë të sondazheve që ne kemi mbi 10 vjet që bëjmë, qytetarët janë shumë të gatshëm të votojnë gra dhe vajza. Ne kemi patur shumë pak kandidate marrim sistemin majoritar, në zgjedhjet lokale të kaluara. Kemi patur shumë pak kandidate gra, nga ato pak shumica fituan. Sot kemi tre kryetare bashkish gra. Po të kishin patur më shumë kandidate, po të kishin patur më shumë gra në sistemin majoritar. Pra qytetari i voton. Ka një mekanizëm brenda partisë, dhe kjo nuk ndodh vetëm në Shqipëri, ndodh gjithandej, një mekanizëm brenda partisë, i cili e bllokon deri në një farë pike dhe nuk e lejon të shkojë më tepër në vendimarrje. Patjetër që është luftë interesash. Edhe Hillary Clinton për shembull, në një fjalim të fundit që tha para disa kohësh, tha, të rinjt dhe gratë bëjnë revolucionet, bëjnë fushatet elektorale, karrikat tha pastaj u mbetën në përgjithësi burrave. Edhe një gjë e fundit. E fundit para se kemi publicitet e ri. Po, e fundit fare, nuk ja u japin burrat grave kuotën. Nuk ja u japin burrat grave mundësinë për të hyrë në politikë. Domethënë kjo është një koncept jashtëzakonisht i gabuar. U jepet grave e drejta nga qytetarët votues dhe nga ligji. Nuk është lufta për barazi gjinore, nuk është, unë e them gjithmonë, nuk është një luftë mes burrave dhe grave, hajde t'i zëm vendin njëri tjetrit. Është një luftë për të drejta të barabarta. Okej? Që këtu duhet ta fillojmë, nëse po e filluam gabim, pastaj patjetër që diskutimi shkon gabim. Ne jemi njerëz qytetar me të drejta të barabarta, duhet kemi drejta dhe shanse të barabarta. Nuk është në asnjë mënyrë, asnjëri të ketë 50%, as tjetri 30% me kuotë të sanksionuar, por janë ca mekanizma të vogla artificial që ne shpresojmë që të mos na duhen që zgjedhjet e tjera, kemi krijuar një mentalitet saktuar. Ta ke kuptuar vetë partia, domethënë që gratë janë të rëndësishme. Një hapësirë fare shkurtër publicitare, një material i përgatitur nga gazetari Ariela Çuka, edhe kthehemi përsëri në studio me Erindin se e ka ngrit dorën si nxënës i mirë që para 5 minutash. Kthehemi pas pak.